Më hidhen mua pse thotë Edi Rama gjysma e burrave janë çyryk. Po çfarë të them? Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik. Se për mua kush shkon në Kënet është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Në një takim elektoral në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të sulmojë mbështetësit e opozitës duke i quajtur gjysmak dhe politikisht autik, ata që sipas tij zgjedhin opozitën në vend të Bashkimit Evropian. Në përpjekje për të denigruar kundërshtarët, ai përdori termin autik në mënyrë fyese, pavarësisht se qeveria e tij pretendon të jenë mbështetëse personave me aftësi ndryshe. Deklaratat e Ramës kanë shkaktuar reagime të forta pasi bien ndesh me parimet e konventave të OKB-s dhe OBSH-s, të cilat theksojnë të drejtën për dinjitet dhe përfshirjet e personave me rregullime të spektrit autik. Këto konventa angazhojnë qeveritë që të mbështesin të drejtat dhe mirëqenien e tyre, veçanërisht në fusha si arsimi, shëndeti dhe mbrojtja sociale. Në mars të këtij viti, Rama pati deklaruar se nga janari i ardhshëm do të ofrojë mbështetje posaçme për fëmijët me aftësi ndryshe, veçanërisht me ata me autizëm. Por fjalët e tij të fundit tregojnë, sipas kritikëve, një hipokrizi të thellë dhe mungesë ndjeshmërie duke përdorur termin autik si fyrje politike. Partia Demokratike ka konsideruar këtë si një tjetër shfaqje fyese të Ramës që tregon, sipas tyre, frikën që ka nga rezultati zhgënjyes në datën 11 maj. Për më tepër, Partia Demokratike thekson se premtimet për mbështetjen sociale mbeten të papërmbushura dhe përdoren vetëm si armë propagandistike në prag të zgjedhjeve.